do e çojë Edi Rama Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian në 4 vitet e ardhshme, apo do kemi edhe 4 vite të tjera korrupsioni, nepotizmi dhe oligarkie? Shqipëria vazhdon prej dekadash të kërkojë integrimin evropian, por sot, më shumë se kur, qytetarët ndihen të zhgënjur. Pavarësisht se në vitin 2022 u hapën formalisht negociatat për antarësim, vendi ndodhet në një mospërparim të plot institucional, ekonomik dhe demokratik. Në qendër të kësaj situate qëndron një emër, Edi Rama, njeriu që prej më shumë se një dekade qeveris vendin, por që është gjithnjë e më shumë i identifikuar me korrupsionin, kapjen e shtetit, përqendrimin e pushtetit dhe lidhjet me oligarkët. Pyetja që lind natyrshëm është, a është ky njeriu që do e çojë Shqipërinë në BE, apo është pikërisht arsyeja pse ne nuk hyjmë kurrë? Një gjendja e marrëdhënieve Shqipëri, BE, në letër përpara, në realitet në vend numero. Pavarësisht se Shqipëria ka nisur zyrtarisht negociatat me BE-n, nuk është hapur ende asnjë kapitull konkret dhe Brukseli shpreh vazhdimisht shqetësime për mungesën e reformave reale. BE nuk kërkon vetëm fjalë, por veprime. Dhe këto veprime mungojnë. Shkaku? Një qeveri e udhëhequr nga një njeri që kontrollon gjithçka, por nuk jep llogari për asgjë. 2. Edi Rama, një lider i korruptuar dhe i konsumuar. Edi Rama ka ndërtuar një pushtet të bazuar mbi 3 shtylla. A. Korrupsioni sistemik. Nga teatri kombëtar tek porti i Durrësit, nga Unaza e Madhe tek Butrinti, qeveria Rama ka firmosur kontrata të dyshimta, ku fituesit janë gjithmonë të njëjtët, një grusht oligarkësh të lidhur me qeverinë. Skandalet me PPT, tenderat sekret dhe abuzimi me fondet publike janë bërë normë. Rama nuk është thjesht një udhëheqës që nuk ka ndalur korrupsionin. Ai është vetë simboli i tij. B. Nepotizmi dhe kapja e shtetit. Administrata publike është kthyer në një ushtri partie, ku vendet e punës shpërndahen si shpërblime për bindje politike apo lidhje familjare. Në një vend evropian, kjo quhet abuzim me detyrën dhe degradim institucional. Sa shtypja e zërit kundër dhe manipulimi i realitetit. Mediat janë nën kontroll. Opozita është e marginalizuar. Shoqëria civile shpesh etiketohet si armik. Kryeministri sillet si pronar i vendit, jo si shërbëtor i tij. E gjitha kjo është shumë larg standardeve të Bashkimit Evropian. 3. A do të ndryshojë gjë në 4 vitet e ardhshme? Nëse e njëjta mendësi, e njëjta qeverisje dhe i njëjti njeri që shfrytëzon pushtetin për përfitim personal, vazhdojnë të drejtojnë Shqipërinë, përgjigjja është e thjeshtë, jo. BE do të vazhdojë të mbajë Shqipërinë në pritje, pasi nuk do të pranojë në gjirin e saj një vend që nuk përmbush as standardet minimale të demokracisë. Vendi do vazhdojë të zbrazet nga të rinjtë që ikin drejt perëndimit. Shqipëria do të jetë një vitrinë e bukur për turizëm, por një shtet i kalbur nga brenda. 4. Pse Rama nuk mund ta çojë Shqipërinë në BE, por mund ta mbajë peng. Integrimi evropian nuk është një fushat propagandistike. Nuk është një postim në Instagram. Nuk është një video me drone nga samitet. Integrimi kërkon drejtësi të pavarur, ekonomi të ndershme, media të lirë dhe institucione që funksionojnë. Të gjitha këto janë të munguar në Shqipëri, sepse Rama i ka kapur, i ka përdorur dhe i ka shkatëruar për interes personal. Shqipëria ka nevojë për Europën, por nuk shkon dot atje me një lider të korruptuar. Në 4 vitet e ardhshme, Shqipëria ka 2 rrugë, ose një përballje e vërtet me realitetin dhe largim nga modeli Rama, ose vazhdimi i këtij cikli ku flasim për Europën, por qeverisim si në lindjen e vjetër. Edi Rama është pengesa kryesore e integrimit. Ai mund të flasë për Europën, por nuk përfaqëson asgjë europiane në stilin e tij të qeverisjes. Nëse Shqipëria do të bëhet një ditë pjesë e BE-s, kjo nuk mund të ndodhë me një njeri që është mishërimi i të kundërtës së vlerave europiane.